Padyshim se arabët e matnin kohën, domethënë kishin kalendar, i kishin muajt, dhe muajt të cilët i përdornin ishin muajt hënor. Më thonë kalendari i tyre ishte hënor edhe para kësaj. Dhe para islamit. Dhe Allah subhanahu wa taala e miratoi këtë gjë, sepse shumë prej gjërave që i kishin ata para islamit i kundërshtoi, dhe disa gjëra Allah subhanahu wa taala i miratoi, sepse ishin me vend dhe u kishin ngelur prej kohës së Ibrahimit alayhis salam. Siç e dim, arabët rrjedhin nga Ismaili alayhis salam, nga djali i Ibrahimit, dhe kanë qenë një kohë pra pas Ismailit alayhis salam, kanë qenë në fenë e pastër islame. Pastaj u fut idhujtaria në mesin e tyre dhe pejgamberi alayhis salam erdhi që ta kundërshtoi pra idhujtarin, erdhi që t'i kthej përsëri në fenë e pastër monoteiste, e që është adhurimi i vetëm Allahut subhanahu wa taala, e jo adhurimi i idhujve të bërë nga guri, druri apo diçka tjetër. Arabët pra kjo kishte ngelur nga koha e Ibrahimit alayhis salam kalendari hënor dhe matja e kohës dhe ndrimi i muajve sipas hënës. Mirë po, ata kishin një dallim sa i përket emërtimit të viteve. Nuk i emërtonin vitet me numra rëndor, viti 1, 2, 3 e kështu me radhë. Po vitet i emërtonin sipas ndodhisë më të madhe që kishte ndodhur në atë vit. Për shembull, viti i elefantit quhet sipas ndodhisë së madhe që ishte pra kur Ebreha, udhëheci i Yemenit, i cili në atë kohë ishte krishter, kishte marrë elefanta me qëllim që ta rënojë Qaben. Dhe Allah subhanahu wa taala i dënoi dhe nuk i la që ta rënojnë Qaben. Kjo ishte një ndodhi e madhe për atë vit, pra. Një ndodhi e jashtëzakonshme, e rëndësishme, andaj këtë vit arabët e quajtën viti i elefantit. Kjo është si shembull për treguar se si emërtonin ata vitet. Më thonë, ndodhia më e madhe që ndodhej në atë vit, emërtonin bazë të atij viti, kuptohet këtë emërtimin e bënin fiset më të mëdha, më të rëndësishme, gjithsesi fisi që banonte në Mekë, fisi Quraysh, dhe me këtë pra konsiderohej atë vit. Pastaj ata e dinin se viti i elefantit ka ardhur pas vitit, për shembull të ndonjë ndodhie, viti i luftës mes këtyre dhe atyre, ata e dinin pastaj cili vit ka ardhur pas cilit vit. Kryesor janë nuk ishte me numra rëndor, viti 1, viti 2, viti 3, siç kishte ndodhur tek civilizimi europian, nëse mund të themi, tek romakët e atëhershëm, të cilët prej kohës që ata e konsiderojnë se ka lindi Isa alayhis salam, prej në atë kohë i njihnin vitet sipas numrave rëndor, 1, 2, 3, 4 e kështu me radhë. Dikush pra këtë mund ta quajë ndoshta sepse nuk e potencuam më herët se muslimanët pak më vonë kanë filluar me emërtimin e viteve me numra rëndor. Mund ta quaj si diçka si ju keni ngelur disa vite pas, kjo nuk është e vërtet, pra dhe këtë njeriu i mençur nuk e thot. Edhe pse muslimanët e morën këtë kalendar, ata përsëri nuk i pengoi që të jenë më të përparuarit e asaj kohe. Dhe ata 1000 vite me radhë ishin të parët, sa i përket ekonomisë, sa i përket civilizimit, sa i përket pra përparimit dhe në çdo aspekt. Do shta keni ndëgjuar për Andalusin, apo Spanjën e atëhershme, Spanjën islame, ku lullëzonte shkenca, lullëzonte përparimi, lullëzonin pra shpikjet e ndryshme, dhe jeta ishte shumë më e mirë se sa në pjesën tjetër të Evropës, ku ata atë kohë quajnë pra, e quajnë koha e erët, apo si që quajnë ata dark age, sepse ishin në një kohë shumë të keqe pra, sa i përket civilizimit dhe çdo gjë tjetër. Këtë e them që edhe pse pra muslimanët me numrim janë tash në vitin 1433, kjo nuk ka asnjë fat pengese, sepse nuk është numri ajo që e tregon civilizimin, po ajo që e tregon civilizimin dhe përparimin është gjendja faktike, kulturore, gjendja politike, gjendja e shtetit, e vendeve islame në përgjithësi. Dhe padyshim se një ndër shkaqet sepse muslimanët në këtë kohë kanë ngelur pak mbas, është mo atëherë kur e lanë
kulturën e tyre origjinale, kur e lanë fenë e tyre, kur e lanë përmbajtjen sipas kalendarit të tyre dhe kur e lanë atë krenarin faktikisht me fenë e tyre. Në këtë rast muslimanët edhe mbetën pas. Sepse tham numri nuk është më rëndësi. Ajo që është më rëndësi është realiteti dhe gjendja në të cilën gjenden muslimanët.